ditën e sotme pati një incident në faljen e Bajramit ku ishte lajmëruar që një orar që do fale, por filloi 15 minuta më përpara. A është dhe kjo në këtë kuadrin e njerëzve për të prishur organizmat fetar? Saktësisht në atë kuadër është e qëllimshme. Dhe komiteti musliman shqiptar, KMSH nuk është komitet musliman shqiptar, është komiteti musliman i Dibrës, atë janë të tërë Dibran, të tërë hoxhallarët. I shikojni, janë të gjithë Dibran. Nuk ka një nga jugu. S'ka dervish kështu hoxhallar në Sarandë, në Gjirokastër, në Vlorë, në Tepelen, në Përmet, në Korç, nuk ka hoxhallar, ka mësot në Shkarpar, në Berat. Kamër janë me qindra, asnjë. Komitetin e kanë, e drejtojnë ata, dhe urdhat i japin ata. Unë u bëthirim besimtarve shqiptar, muslimanëve të mi. Braktisin e atë komitet, se s'është komitet ai për të drejtuar fenë islame. A ishtë në kundërshtim me gjitha parimet e fesë. Ndryshimi i orarit 15 minuta është katastrofë sepse i përplas njerëzit me njëri tjetrin. Ca vjen 15 minuta para, ca vjen në orar, ca vjen më mbrapa, vetëm për t'i shkatëruar. Turp të keni ju të Komitetit Musliman Shqiptar, po va them unë, shikom në sy, të keni turp për këtë që keni bërë sot. Ajo është strategji kombëtare, do përgjigjeni dhe për ata, mos u mërzitni. Avokat, a jemi ende në kohë për t'i rregulluar këto gabime lidhur me... Patjetër, gjithmonë jemi në kohë për t'i rregulluar. Mjafton dëshira dhe vendosmëria dhe përkushtimi për t'i riparuar këto gjëra dhe për të vënë Shqipërinë në rrugë të mbarë. Ne kemi qenë model për bashkëjetesën fetare, tani po na dalin ca markulosër e ca bandit që vjen dhe arrin deri aty ai markulosi do ta përmend atë. Vetë edhe shtrëmon ato ta shikojturat hadithe dhe thot këto janë të Kuranit, këto janë të atit, janë këti. E kupton se di ku kanë arritur? Kanë arritur që të godasin atje ku nuk goditet. Avokat, apo tentohet destabilizimi i Shqipërisë përmes fesë nga vendet fqinje? Me njerë bëhet. Me njerë, po duan ta destabilizojnë me njerë, duke përdorur besimet fetare e destabilizojnë me njerë. Po është qëndresa dhe zgjuarësia e popullit shqiptar që nuk bie në këto kurthe. Se po tjerë pra ta do t'ja kishin bërë gropën me kohë Shqipërisë. Avokat, tashmë është zyrtare që do jetë një shtet brenda shtetit në Shqipëri dhe Babamondi do jetë... Lema ajo është dhe t'i bjerten e qesë tërë ditën në Mondi edhe kush ka bërë Mondi të s'bët shtet brenda shtetit në Shqipëri. Harrojni atë. Nuk e lëm ne që të bëj Mondi të bëj shtet në Shqipëri, mo janë vete këta çfarë ai. Çfarë do bëj ai? Kush do ta financojë atë shtet? Me çfarë ardhura do jetoj? Kush e paguan? Kush e nxit atë Mondushin që të na bëj dhe shtet brenda shtetit ai? O Mondi! Ik bur kapel në oficerit edhe hiqe tashin e shehut na koka. Ik! Në një intervistë të fundit të Babamondit, theksoi që Raki është si qumshti i nënës. Ndërkohë që shqiptarët ishin agjerim. Po Bektaşit janë Sarahoshe, di çdo thot Sarahosh apo pianec. Bektaşit janë Sarahosh, pin tër natën. Ja, derisa thot që Raki është si qumshti i nënës, kaq zotëri besimtar Bektashian. Shkoni te Babamondi pini Raki, dakord jemi. Do të bëj dhe shtet më vete ai. Na, juve dhe Mondit bashk. Avokat, kam dhe i pyetje të fundit lidhur me harmoninë fetare në Shqipëri. Kërkojnë ta prishin. Po futen shumë agent për ta prishur, po të them unë. Shikoj në TikTok se që është një Markolos, se që ka një agent i Vatikanit që me çdo kusht kërkojnë që të përdhosi, të fyej dhe të ndoti fen islame. Nga ana tjetër dalin grupe të tjera dhe fusin shere dhe grindje midis organizmave fetare. Unë ditë u them vetëm këtë që ka thënë i madhi, i paharritshmi Homeri shqiptar Gjergj Fishta. Se ne vërtet kemi barjame e pashk, po Shqipërinë kemi bashkë zotëri. Dhe tjetra që ka thënë, nuk po citojnë ligjërat të drejtë se nuk e mbaj mend,
Gjergj Fishta ka thënë kështu: jam gati që t'i shkrij munazat dhe kryqet për t'i bërë armë për të mbrojtur Shqipërinë dhe vëllezërit tanë musliman. Kjo ka qenë, A por vazhdon nuk të është jetë? më. Jo, nuk është më. Tani janë futur të gjitha agjenturat, se rrof demokracia, se këta banditët që qeverisin Shqipërinë, këta nuk merren me këto punë të shikojnë minat që po i vjen mbarësisë dhe unitetit kombëtar shqiptar. Po shikojnë çfarë do vjedhin sa më shumë edhe tikin. Nuk e din që këtu do t'i lënë, nuk do marrin dot asgjë, do vënë burg të tërë. Për këtë kam besim absolut se këta ishin aq pa fytyrë sa kemi thënë ikën në Amerikanë. Dhe fluturonte Edi Rama me atë Fatmir Xhafën që ikën Amerikanët. Ja që s'ikën Amerikanët. Se Amerikanët nuk mund të lpin atë që kanë pështyr. Ndërsa ky e pështyr dhe lpin ditë për ditë Edi Rama, se s'ka moral, s'ka fytyra ai, nuk është. Avokat, sa të sigurt janë ushqimet shqiptare kur jo më pak se këto ditë Zero. doli që Zero. Nuk ka siguri, mirë ne çam. S'kontrollon njeri. Domethënë pritë njerë sa ushqite një 15 ton mish i prishur, i helmuar, dhe pastaj u kujtuan që të sekuestrojë dhe të ndalojnë 11 ton të tjera. Pra ai importuesi e ka marrë pjesën e tij. Se çfarë ndodh? Unë kam biseduar me punonjës të veterinarisë dhe të ushqimit. Këta që importojnë mishin nga Brazili, qoftë fileto pule, qoftë mishin e vicit apo të derrit çfarë sillin, i sillin me kontejner që janë me ftofje, frigorifer që vjen në vapor. Për të mos harxhuar naftë, që të punojnë frigoriferit gjatë gjithë 2 muajve që është rruga nga Brazili në Durrës, ata i shkrinë, i ngrinë, i fikin dhe i ndezën motorët her pas here me qëllim që të mos prishet fare. Dhe këtu mishi vjen i shpërbër. Dhe nuk kërkon njeri llogari fare absolutisht. Që duhet bërë një gjë tjetër, po të duan të kontrollojnë importin e mishit, të vënë kamera në anije, që jenë kamera satelitore, që të shikojnë përmjet satelitit gjatë gjithë udhës nga Brazili këtu. Fiken apo s'fiken motorët e frigoriferëve. Janë apo s'janë në gjendje akulli produktet e mishit të pulës dhe të gjedhit atje. Nuk i bën njeri zotër, jemi të tratuar, mor Shqip, por e do në Shqip ju, na vret Edi Rama me gjithë klikën e tij, pik. Avokat, përveç mishit, po e zëm në për, po themi, gjërat të tjera që në shportën e përditshme, për bukën. Tjetër histori e dhimbshme, ne bukën e ham nga Serbia. Ne ham miell serb. Dhe toka tona rrin djerë. Kush e ka fajin për këtë? Qeveria, kush tjetër? O zotri, këtu, a ke qeveri ti? A duhet punohet toka? Pa tjetër që duhet punohet, po kush ta punoj? Se këta tokën e duan të punohet, po djemte burrat tikin, atëherë kush do ta punoj? Asnjë subvencion. Na doli ajo Kripsa që kishte ajo me Akademinë e Çobanëve ajo, mori 130 milion euro ajo gjasme do bënte Mëmat Korba dhe as sushpu as në një gjëm, s'merret njeri fare me të. Këta vjen të tërë, mor vjen të tërë. Ore vjedhen që nga roja në derë të spitalit apo në që të them unë, këta rojet private. Të gjithë vjedhen, u bë vjedhja sistem. Nuk po vjet ndeshmëria në sistem, po vjet vjedhja hajdutlëku. Kjo u fut në Shqipëri, vjedhja.